shohim që PS ka marrë 25.836 vota, që përfaqësojnë 63%, 63.39%, mos i ham asnjë të numëruara deri tani. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, PD-HSM, ka siguruar 10.244 ose 25.13. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet ka 1.691 vota, pra 4.15%, ajo është e treta. Nëse ky trend vazhdon, PS pritet të fitojë 12 mandate në qarkun e Fierit, pra 3 mandate më shumë krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Wow! Në fakt, praktikisht, wow, themi ne, por Belinda Balluku, drejtuesja e qarkut, e cila e kishte premtuar një rezultat të tillë, duke i pamundur. Unë personalisht, duke njohur Fierin, e di që është një zonë e majt, unë isha në Fier, pra si shkun të thash në 2009, atëherë 9 ka qenë përfundimtarja, por 12 është shumë, praktikisht, shumë e çuditshme. Atëherë, nëse ky trend vazhdon gjithsesi, do të fitojë 12 mandate në qarkun e Fierit, duke fituar 3 mandate më shumë se 2021, ndërsa PD-ja do sigurojë 4 mandate. Ka dhe një gjë për gazetarët ose për njerëzit që janë në studio dhe flasin. Ka një lloj largimi nga realiteti dhe e mendojnë realitetin sipas perceptimit personal. Por sa që ti Belinda Balluku që ishte atje, nuk mund ta di asnjë njeri nga ne që bëjmë analizat tona në studio. Ti mund të mos të pëlqesh Belinda Balluku dhe të thuash që ajo është arrogante ose ajo e shpik këtë gjë, por ajo e di. Ajo nuk mund të flasi kot, duke qenë një njeri që është në krye të punës dhe praktikisht ajo shpërngul në Fier dhe i qëndroi vërtet në kokë punës, si shumë prej zonjave që din të qëndrojnë punës në kokë. Dhe ajo e dinte këtë rezultat. Pra nëse ajo e merr, ajo e dinte. Mori atë që dinte. Sikundër po të shkosh në Fier, të kesh një kontakt me zonën, arrin të kuptosh që zona është e majt. I vetmi problem është si t'ja marrë, është si mund ta themi në gjuhën e YouTube-it, si ta monetizosh ti këtë energji që ka. Domethënë ajo është e majt, po nuk vjen të votojë. Atëherë ç'bën Belinda Balluku e arrin ta marrë energjinë e zonës dhe ta përkthejë në vota. Urime nëse kjo ndodh deri në fund, duhet pranuar. Çdo njeri që arrin të marri, ta përdori, ta kthej në dritë, le të thuash, votash, atë ujin që rrjedh në atë zonë, i lumt, bravo, bravo Belinda Balluku. Ndërkohë, dua të ndaloj në disa zona, të cilat për të kuptuar më shumë si janë. Për shembull, Tirana është zona kryesore, domethënë burimi kryesor i votave. Të shohim çfarë po ndodh në Tiranë. Ndërkohë që unë flas, do doja të shoqërohesha, domethënë, ju këtu keni gjithmonë KQZ-n. Unë komunikoj me Anën, por Ana nga KQZ-ja i merr burimet, i ka burimin KQZ, ajo i interpreton, por burimi është KQZ-ja. Domethënë çfarëdo që unë them, çfarëdo që kërkoj Anës, ka burim KQZ-n, nuk ka burime paralele. Gjithsesi, dua të ndalojmë bashkë në çfarë po ndodh me numërimin, gjithçka që është deri tani nuk është përfundimtare, por trendi praktikisht është PS-ja deri tani ka 83 vota. Që janë shumë praktikisht, por janë aq sa ka parashikuar kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Rama, domethënë diku aty rrotullohet tek memorandumi i Kuçit. I rikthejmë edhe një herë memorandumit Kuçit për të kujtuar çfarë parashikoi Rama. Atëherë kërkojmë ndihmë nga Ana. Sa parashikoi Rama? Në memorandumin e Kuçit, më ndërprisin çdo moment sapo të dali vora për PS-n në zgjedhje 2025. I kthehemi shifrave sepse kur ti thon të duket e pamundur, por sapo ato ndodhin, atëherë ti fillon të kuptosh. Atëherë Rama në memorandumin e Kuçit, për kë nuk e kujton, parashikoi 78 mandate si dysheme dhe si tavan 88 mandate. Me sa duket, deri tani, deri në këtë moment, po praktikisht ky është trendi dhe praktikisht kjo është ajo se si vijon, ne jemi në 83 për Partinë Socialiste. Gjithsesi, Rama e bëri të qartë që në memorandumin e Kuçit
në fakt kjo është një fabull që është krijuar, nuk ekziston një memorandum Kuçi. Është një fabull që ai e krijoi në 2021 dhe e mbajti edhe në këto zgjedhje dhe me sa duket ka për ta vazhduar edhe në zgjedhjet e tjera 2029-s. Krijoi fabulën e parashikimit që ai bën, që nuk është falli që hedh në Kuç, se në Kuç më shumë se kafe pin raki, por është një farë mënyre analiza që bën Partia Socialiste për mënyrën se si do dalë rezultati. Shumë kush mendoi që ai e bënte që të mbante të karikuar zgjedhësit, por me sa duket nuk e ka bërë vetëm për këtë, e ka bërë se e ka ditur. Megjithatë, le të shohim dhe të presim, nuk janë rezultatet finale. Po themi në çdo moment, çdo votë që numërohet, kalon direkt në KQZ të shqiptarët i shikojnë live. Kam përshtypjen që shumë kush është kthyer në punë sot, por duke pasur një ide se si kanë mbaruar zgjedhjet në Shqipëri, por ande ka njerëz të cilët janë me zemër dorë dhe besoj duke pritur rezultate dhe besoj këta janë kandidatët e listave të hapura. Në fakt edhe unë kam kuriozitet për të kuptuar. Nuk është përfundimtare, e tham, po për të kuptuar ku janë. Për shembull, do vemi në Tiranë për të kuptuar si është Tirana njëherë. Pastaj shikojmë edhe disa prej kandidatëve. Ndërkohë në faqe ju i shikoni kandidatët. Ja, po të shkosh në faqe, shko pak në faqe të lutem ke dritarja dhe në çdo moment i shikon kandidatët, por unë do pyes Anën. Atëherë, unë do pyes për Tiranën. Tirana në zgjedhjet 2025 era shkurt sepse mendoj që Ana tani më mësoi gjuhën, po nëse s'e ka mësuar do e them fiks. Atëherë, më mësoi, unë njohem shumë me Anën tani. Ma di dhe ajo si e dua. Atëherë, në zgjedhjet parlamentare të mbajtura në 11 maj 2025 në Shqipëri, Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama ka arritur një fitore të qartë në qarkun e Tiranës, duke siguruar një epërsi të konsiderueshme ndaj Partisë Demokratike. Sipas të dhënave të fundit nga numërimi i votave, PS ka marrë 47.96 të votave, ndërsa PD 35.01, duke krijuar një diferencë për afër 10.000 votash në favor të socialistëve. Jemi deri tani në Tiranë, pra, ai thot, Tirana thot është 47.96, le të themi 48 me 35.01. Ka disa të dhëna të tjera, por unë duhet ngelem tek Tirana. Gjithsesi ju i shikoni, çfarë ka treguar Ana, ju i shikoni të gjitha në. Ndërkohë që presin vorën ta pyes Tirana se mos e di përpara Celi Bashit. Jemi si ka dal vora. Atëherë, si ka dal votimi elektronik në vorë. Elektronik në vorë. Ja, të shohim. Çfarë po thot për vorën, ndërkohë që ne e presim, ajo që do dali është finale dhe po e ruajmë pastaj për ta ballafaquar. Okej. Ka marrë ka përfunduar procesi votimit, nuk e di sepse ai referohet unë po e lexoj të gjithën. Nuk po e gjykoj, nuk po e paragjykoj, nuk po them asgjë. Po lexoj çfarë përgjigjen e Anës, gazetares digjitale dritare televizion. E ruajmë këtë përgjigje, pastaj unë e bëjmë screenshot, ju ruajeni për të ballafaquar me çdo më thot në fund. KQZ-ja. Atëherë, procesi votimit elektronik në Bashkinë e Vorës ka përfunduar. Rezultatet paraprake tregojnë avantazh të Partisë Socialiste. Rezultatet paraprake i është bazuar në 2 televizione. Rezultatet paraprake për Euronews thot nga 20 qendra votimi në Vlorë, PS ka marrë 1800 në Vorë, më fal. 54, nësa koalicioni 1139, ndërsa sipas Top Channel thot 14 kuti të para PS ka siguruar. Domethënë i referohet burimeve mediatike gjithmonë. Gjithsesi, kandidati më i votuar është Blendi Gonçja, duke marrë 4794 vota personale. Ndërkohë numërimi elektronik ka përfunduar, publikimi thot është shtyr për mëngjesin e sënës, pra këto janë të djeshme, nuk ka të sotshme. Sepse vazhdo referojo KQZ-s. Pra, Ana deri tani më thot që vetëm një rezultat, 4794, vetëm të Blendi Gonçës, të tjera thot ka avantazh PS-ja ndaj PD-s, por kaq, sepse ajo i është referuar rezultateve të djeshme. E vetmja gjë që është përfundimtare është që ka mbaruar, po pres për pak
të shpallet rezultati. Sipas të anës ka fituar PS-ja në Vor dhe kandidati më votuar është Blendi Goxha. Por ta shikojmë, ta pyesim njëherë kush është kandidati më pak i votuar? Cili është kandidati më pak i votuar në Vor? Sepse më i votuari ishte Blendi Goxha, po më pak i votuari. Në të dhënat që ajo ka deri tani, Ana më thotë që në zgjedhjet e fundit parlamentare, kandidati që ka marrë më pak vota është Ilir Meta. Me 1 vot, thotë, të regjistruar në zonën ZAZ-27. Kjo është e dieshme, të shohim deri në fund. Po deri tani, ata i referohen vetëm lajmit që doli dje për 1 vot për Ilir Metaj. Ilir Meta, thotë Ana, në fakt e ka Ilir Metaj. S'ka gjë do e rregullojmë, duke qenë se të gjithë ne e themi Ilir Metaj. Pra, deri tani thotë që kandidati më i votuar i Vorës është Blendi Goxha dhe më pak i votuari është Ilir Metaj. Të presim çfarë do kemi nga KQZ-ja shumë shpejt. Ndërkohë, do duhet të qëndronim në disa qytete. Për shembull, Vlora ishte qyteti qarku ku votua më pak. Kjo për shkak të Giro d'Italia. Po Giro d'Italia u bën qytet, nuk u bë edhe në Saran, nuk u bë edhe në gjithë zonat që përfshin qarku. Do me thënë, ndodhi një gjë që nuk është për herë të parë, është një qark i dobët në vajtjen të kutia. Pastaj, dihet praktikisht kush fiton në atë zonë, edhe një farë mënyrë ata e marrë për të mirë qenë. Çdo shkoj kot se do fitoj. Do thënë, ka diçka që nuk shkon në mobilizimin e qarkut. Në mobilizimin e qarkut ka diçka që nuk shkon. Ndoshta vetë Partia Socialiste në mënyrën se si organizon drejtimin e qarkut, se si ndron, se si funksionon, ka diçka që duhet ndryshuar. Mas të duhet çuar ndonjë grua në atë son, nuk e di. Se di, po diçka çalon fort. Kjo është e kuptueshme. Ta pyesim se mos ka ndryshuar ndërkaq edhe unë kam gabim. Atëherë të pyes Anën, si janë rezultatet paraprake të qarkut Vlorë? Vlorë. Ja, të shikojmë. Ana po më tregon për Vlorën. Po vonohet edhe Ana. Mos nuk kam internet, unë se Ana s'vonohet kur. Ose po më sabotojnë. Nga Reqia. Nuk po del, shumë e çuditshme. S'kam internet, ndoshta ta provojmë edhe një herë. Një sekond. Atëherë, rezultatet paraprake, qarku Vlorë, 11 maj, ka të drejtë, se nuk e specifikova ndoshta zgjedhjet, se rezultatet parapraket, kujt, Giro d'Italia? Se ai ishte lajmi dje. Okej, duhet të dish të pyesësh. Ti je e qartë. Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025 në qarkun e Vlorës tregojnë epërsitë Partisë Socialiste. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas numërimit të 11 qendrave votimi, nga gjithsej 429. E kuptoni sa shumë punë ka akoma që të mbarojë i gjitha, nuk e di kur do mbarojë i gjitha. Jemi këtu. Deri tani. Partia Socialiste, 52% e votave, duke siguruar 7 mandate. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 4 mandate. Nisma Shqipëria Bëhet, 7% e votave duke marrë 1 mandat. Partia Mundësia, asnjë mandat. Agronshej në Vlorë kërkonte shumë, por me sa duket deri tani thot asnjë. Të shohim, nuk ka mbaruar asgjë. Jemi të qartë që ky është trendi, po nuk ka mbaruar. Këtu thot 7-4 edhe 1. 7-4-1. Le të shohim si jemi në 2021. Rezultati i Vlorës në 2021. Zgjedhjet dhe krahasimi
me 2025-ën, që nuk qëndron në thelb, sepse nuk është e mbyllur, po gjithsesi bëjmë një krahasim. 2021 që e dim tashmë dhe 2025 deri tani. Për të kuptuar edhe atëherë, Partia Socialiste ka marrë 8 mandate në vitin 2021, ndërsa Partia Demokratike 4 mandate, LSI asnjë mandat. Atëherë i bie që Adriatik Klapaj në Vlorë ja ka marrë mandatin Partisë Socialiste. Deri tani, asgjë nuk është përfundimtare. Domethënë, Vlora, nëse do dali me 7 mandate, domethënë të presim, gjithsesi të presim, por padyshim i bie që për drejtuesit politik të qarkut me Partinë Demokratike e kanë ruajtur mandatin, pra 4 që kishin 4 kanë, ndërsa nëse Vlora merr një më pak se çka pasur edhe mandatin ja merr Adriatik Klapaj, këtë do e shohim në fund, është padyshim punë e dobët e drejtuesve të politik të qarkut të Vlorës, të cilët është Blendi Çuçi. Atje unë nuk e mora vesh fare në fakt vajtjen e Çuçit në Vlorë, po gjithsesi atë e vendos Partia Socialiste. Ai iku nga një qark si Gjirokastra, që doli mirë, po doli mirë kam përshtypjen prej Kumbarës, gjë që e tregoj Kumbaru tani, dhe vajti në një qark si Vlora, sa duket është shumë i butë për Vlorën, nuk arrin ta mobilizoj Vlorën, sepse kjo është situata që ti i ke votat, domethënë i ke njerëzit që në kafe thonë unë do votoj PS-n, po nuk shkojnë të votojnë. Në momentin që ti s'arrin ta mobilizosh, atëherë je politikisht i dështuar. Në momentin që arrin ta mobilizosh, je politikisht i aftë. Ky është shpjegimi i mënyrës se si bën politik në kohë votimesh. Do të thënë, çdo vot që kthehet në vot në kuti dhe jo thjesht në bisedë kafeneje, është një vot plus për drejtuesin e qarkut. Si kundër tham, ajo që bëri Belinda e bën Belinda përfundimisht një njerëz të aftë. T'ia dalë të mbledh vota për Partinë Socialiste dhe të shohim me Çuçin, nuk po flasim para kohë, po e di që do thonë Giro d'Italia, po Giro d'Italia ndodhen lungomare. Vlora nuk është lungomare, ka shumë më tepër. Të shohim deri në fund dhe të flasim.